pari kjo është një dëshmi e tmerrshme e kriminalizimit të mediave të kontrolluara nga qeveria. Të bësh retushin tualetin e Edi Rams e Karçanajt drejtoresh e tendrove ku njerëzit mirëshin peng, do të thotë ti je më kriminal se ata. Do të thotë ajo që e kam përsëritur, zonjë, se mafja e fjalës lirë është mafja më e rrezikshme e kësaj toke, sepse e para është fjala. Sigurisht vim tek mendimi juaj, është plotësisht i vërtetë. Me këto emisione duhen me çdo kusht të përligjin krimin, të përligjin vjedhjen. Edi Rama nga një anë lufton të bëjë ligje të çojnë parlament për mbrojtur, në studiot televizive. Shpall pa fajësira e bën tualete kriminalëve apo kriminalëve të damkosur, duke dëshmuar një tentativë për të kriminalizuar gjithë shoqërinë. Dhe kjo është absolutisht dëshmi edhe një herë e kapjes së tmerrshme të mediave nga qeveria, e shtrimit tyre në mafë.